Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj një personi të nacionalitetit shqiptar në ndyshimin e bazuar se ka kryer krime lufte kundër popullatës civile në Kosovë. Personi me inicialet M.I dyshohet se gjatë periudhës 1998-1999 në fshatin Osek Hyl të Gjakovës, në bashkëkryerje me forcat policore serbe ka kryer vrasje, dhunime, arrestime e keqtrajtime ndaj popullatës civile shqiptare. Prokuroria ka propozuar mbajtjen e gjykimit në mungesë pasi M.I gjendet në Arati. Hetimet kanë vërtetuar se i pandeuri gjatë kësaj periudhe në fshatin Osek Hyl të komunës së Gjakovës, duke vepruar në bashkëkryerje me pjesëtar të forcave policore serbe, ka kryer vrasje, dhunime, arrestime dhe keqtrajtime ndaj popullsisë civile shqiptare që nuk ishin të përfshirë në luftë. Prokuroria ka propozuar mbajtjen e gjykimit në mungesë konform dispozitave të KPP-s, për shkak se i pandeuri gjendet në Arati. Prokuroria Speciale mbetet e përkushtuar në ndjekjen dhe sjelljen para drejtësisë të gjithë personave përgjegjës për krimet e luftës në Kosovë, thuhet në njoftim.